Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Ministri i Financave Petrit Marlaj bëri me dije se si do të përdoret buxheti prej 6.5 miliard lekësh i parashikuar në aktin normativ për investimet në infrastrukturë, ndërkohë që ministri u ndal edhe tek ecuria e procesit të rivlerësimit. 6.5 miliard lek financim shtesë të akorduara me aktin e fundit normativ për ndryshime në buxhetin e vitit 2026 do të shkojnë për investime infrastrukturore prioritare dhe mbi 3 miliard lek prej tyre do të përdoren nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për krijimin e operatorit të shërbimeve të logjistikës bashkiake, me qëllim mbështetjen e bashkive me makineri, pajisje dhe logjistikë. Për sa i përket vlerës prej 6 miliard lek që ju referuat për investime, në fakt kjo është një vlerë që ishte alokuar Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe lidhet pjesa dërmuese me një fond pra prej 3 deri në 3.5 miliard lek që do t'i kaloj Fondit Shqiptar të Zhvillimit, po që do jetë në funksion të pushtetit vendor nëpërmjet një operatori që do të krijohet dhe ky operator do të mundsojë nëpërmjet pajisjeve dhe makinerive që të ofrojë në nivele, pra në bashkitë, shërbime të caktuara, qoftë për sa i përket transportit urban, qoftë për sa i përket nevojave në aspektin e mjeteve të rënda për punime që mund të kryhen në pushtetin vendor, për pastrimin e kanalizimeve dhe të ujitjeve e kështu me radhë. Pra pjesa më e madhe e këtij fondi do të kalojë dhe do të jetë në funksion të pushtetit vendor, i cili do të menaxhohet nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Gjatë konferencës për media, ministri u pyet edhe mbi ecurinë e procesit të rivlerësimit, sipas të cilit deri më tani të ardhurat në buxhet janë 5 miliard lek. Për sa i përket procesit të rivlerësimit, në fakt procesi ka një ecuri shumë të mirë dhe vetë vlera tregon që ka një interes për sa i përket qytetarëve për të bler apo për të shitur pronat e tyre, duke përfituar edhe nga norma e reduktuar që ofron ky proces. Fakti që vetëm për 4 muaj kemi realizuar, po themi, të ardhura aq sa që realizuan për gjatë gjithë vitit 2026, tregon në fakt që ka një interes dhe që procesi po ecën në rrugën e dur, që ka prona të cilat duan të, po themi, kalojnë nga një pronar tek një pronar tjetër dhe besoj që do jetë një nga proceset më të mira që kemi pasur edhe nga proceset e shkuara të rivlerësimit. Vetë shifrat e tregojnë këtë, kështu që nuk shohim që ka një ngjecje për sa i përket tregut imobiliar në Shqipëri, të paktën nga transaksionet që po. Ministri bëri një paraqitje të situatës ekonomike në vend për gjysmën e parë të vitit, ku theksoi se të ardhurat tatimore dhe doganore kanë pasur ecuri pozitive, klima e biznesit është përmirësuar, si dhe paga mesatare është rritur. Ndërsa theksoi se sipas parashikimeve të deritanishme, viti pritet të mbyllet me një rritje ekonomike 4%. Në fillim të muajit gusht do të nisin pagesat e drejtpërdrejta në llogaritë e fermerëve, të cilët kanë deklaruar faturat dhe kanë aplikuar për kompensimin e TVSH-s, ndërkohë që deri në këtë momente janë aplikuar 2400 aplikime. Administrata tatimore do të nisë në fillim të muajit gusht pagesat e drejtpërdrejta në llogaritë e fermerëve, të cilët kanë deklaruar faturat dhe kanë aplikuar për kompensimin e TVSH. Drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Bina i theksoi se shuma e kërkuar deri më tani është 5.9 milion euro. Procesi ka qenë normal. Ne në sistem kemi 100.000 fermerë, po vetëm 10.000 fermerë kanë qenë aktiv me autofatura, nga vlerësimi që ne kemi aktualisht për potencialin e rimbursimit është rreth 15 milion euro, pak a shumë njëjti është dhe plani që është bërë pra për këtë gjë, buxheti, pra pak a shumë parashikimi ka qenë i saktë, ndërkohë që ne jemi duke punuar me intensitet për informimin e fermerëve, për edukimin e tyre, jemi duke organizuar trajnime në shumë qarqe të vendit. Procesi ka qenë i thjeshtë, deri tash ne kemi rreth 2400 fermerë që kanë aplikuar. Shuma e kërkesës së tyre është pak a shumë ajo që tha dhe zoti ministër, 5.9 milion euro. Shumë shpejt pra ne do kalojmë në pagesat menjëhershme që duhet filluar nga fillimi, pra pas 30 ditësh nga fillimi i gushtit do të ketë pagesat drejt për drejta në llogaritë që fermerët kanë deklaruar në sistemin tonë. Sa i takon rimbursimit të divas për prindit me fëmijë në ngarkim dhe shpenzimet arsimore, Bina i sqaroi se rezultojnë 77.000 tatim pagues me tepritës kreditore. Rimbursimi i divës filloi si proces me intensitet shumë të lartë. Për herë të parë administrata tatimore u përball me një kërkesë rimbursimi 40.000, pra që ishte një kërkesë shumë e lartë nga aty që ishte mësuar administrata tatimore përpara. Patjetër pati një përmirësim të procesit, ne jemi akoma duke punuar për ta digitalizuar totalisht, për ta bërë shumë më thjeshtë dhe kërkesën dhe pagesën dhe kohët e pagesës.
Deri tash ne kemi një shumë të rimbursuar prej 6.4 milionë eurosh. Në sistemin ton kërkesat ose potenciali këtyre që kanë te priskreditorë është rreth 77.000, po patjetër shumat mund të jenë dhe të vogla, dhe kur janë shumë të vogla dhe interesi i vetë personave për t'i kërkuar është i vogël, pra dhe kjo është në varësi të personave nëse duan të rimbursohen apo jo, qoftë për shumë të vogla, pra imagjinoni një numër i madh prej 30.000 që ka vlera të vogla rimbursimi, por që kur shpërndahet arrin një vlerë që mund të jetë deri te 14 milionë euro. Ne jemi të hapur për gjithë që ta bëjnë këtë kërkesë dhe ta rimbursojmë në kohë sa më të shpejt. Në këtë rast nuk ka afat të rimbursimi, pra rimbursimi mund të vazhdojë, mund ta bësh kur të duash për një afat 5 vjeçar. Njerëzit mund të presin edhe vitin tjetër që mund ta kompensojnë me tatimin që mund t'i dalë ose mund t'i mbledhin bashkë 2 vite dhe të bëjnë një rimbursim për të dyja shumat së bashku. Tatim paguesit që aplikojnë për rimbursim do të marrin në llogaritë e tyre bankare pagesën sipas numrit të fëmijëve që kanë në ngarkim. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli kanë inspektuar ecurinë e punimeve të bypassit të Tiranës. Kjo vepër ka një gjatësi prej 21 kilometrash dhe projekti parashikon ndërtimin e rrugëve të kategorisë A ose rrugë ndërurbane kryesore. Bypassi i Tiranës është një tjetër projekt i rëndësishëm infrastrukturor për të cilin ka nisur puna në terren në 2 fazat e para. Kjo vepër ka një gjatësi prej 21 kilometra dhe projekti parashikon ndërtimin e një rruge të kategorisë A. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli inspektuan ecurinë e punimeve për këtë vepër, ku deri më tani janë realizuar mbi 30% e punimeve fizike. Ministri Karakaçi vlerësoi bypassin e Tiranës si një projekt strategjik, pasi bën të mundur lidhjen me autostradën Milot-Thuman-Kashar, me vazhdimin e autostradës Kashar-Lekaj, pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, si dhe lidhjen e autostradës Durrës-Tiranë me autostradën Tiranë-Elbasan, pjesë e korridorit 8, duke anashkaluar qytetin e Tiranës. Është vetëm 8 km që i parami i bypassit, ndërkohë pjesa mbetur rreth 13 km ne jemi në fazën përmbyllëse me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për të financuar pjesën e mbetur të bypassit. Ky 8 km që është i rëndësishëm pasi sigurisht bën edhe ndërlidhjen me autostradën Kashar-Lekaj, të cilën tashmë dokumentat ligjore janë përmbyllur dhe ka ngelur vetëm projekti i zbatimit për të miratuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe ne krijojmë hapësirën tani për të filluar dhe punimet me këtë autostradë shumë të rëndësishme, pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë theksoi më tej se projekti do të adresojë edhe shqetësimet dhe kërkesat e komunitetit të zonës, teksa janë parashikuar dhe ndërtimi i rrugëve lokale për të bërë të mundur aksesin e banorëve dhe bizneseve në të 2 anët e këtij segmenti. Nga ana e tij, drejtori i ARSH tha se deri më tani punimet kanë pasur një ecuri pozitive, duke pasur si synim përfundimin e tyre edhe para fatit të parashikuar në kontratë. Këtu kemi një terren shumë problematik, edhe domethënë ka pasur një nevojë për mobilizim të shtuar nga ana e kontraktorit dhe inxhinieri mund të japë edhe detaje. Këtu në këtë kontratë janë përfshirë disa vepra të ndryshme arti, pra kemi tumbino, kamnale kulluese, mure mbajtës, të cilat janë prej betoni, por edhe me fasadë të gabioni, ndërkohë që ka dhe një urë të cilin ne do inspektojmë pak më vonë, ndërkohë që ne bëjmë ecën së bashku me një gjatësi 53 metër linear me 3 hapësira dritë. Në të 2 fazat e këtij kantieri po punohet paralelisht për ndërtimin e trupit të rrugës si dhe veprat e artit. Humbjet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike kanë vijuar trendi i rënës edhe në 6 muajin e parë të këtij viti në 15.91% nga 17 që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërkohë që sipas OSSH-s, rezultati i arritur vjen nga puna e vazhdueshme në rrjetin e shpërndarjes. Humbjet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike kanë vijuar trendin rënës edhe gjatë 6 muajorit të parë të vitit. Sipas të dhënave të publikuara nga operatori i sistemit të shpërndarjes, niveli humbjeve zbriti në 15.91%, nga 17% që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke shënuar një përmirësim prej 1.1%. Të dhënat tregojnë se bëhet fjalë për nivelin më të ulët të humbjeve të raportuar ndër vite për periudhën janar-qershor. Në vitin 2024 humbjet rezultonin 17.97%, ndërsa një vit më vonë ato zbritën në 17% për të arritur në 15.91% në gjysmën e parë të këtij viti. Reduktimi i humbjeve lidhet zakonisht me investimet në rrjetin e shpërndarjes, modernizimin e infrastrukturës, si dhe me masat për evidentimin e lidhjeve të palishme dhe ndërhyrjeve të paautorizuara në sistem. Sipas OSSH, rezultati i arritur vjen nga puna e vazhdueshme në rrjet
kontrollet në teren dhe masat e ndërmarra për uljen e humbjeve. Treguesi i humbjeve mbetet një nga parametrat kryesor të performancës së operatorit të shpërndarjes, pasi ndikon drejt për drejt në kostot e sistemit dhe në eficiencën e furnizimit me energji elektrike. Humbjet teknike lidhen kryesisht me karakteristikat fizike të rrjetit dhe transmetimit të energjisë, ndërsa humbjet jo teknike përfshin vjedhjet e energjisë dhe problematikat që lidhen me matjen dhe faturimin. Banka Europiane për Indërtim dhe Zhvillim ka lidhur kontratën për ofrimin e shërbimit mbështetës për parkun fotovoltaik të Belshit. Impjanti synon qëtërisë kapacitetet gjeneruese të Keshit, duke diversifikuar prodhimin vendas të energjisë, i cili mbështetet kryesisht tek hidrocentralet. Banka Evropiane për Indërtim dhe Zhvillim ka lidhur kontratën për ofrimin e shërbimeve mbështetëse për parkun fotovoltaik të Belshit, duke shënuar një hap në ecurinë e investimit të korporatës elektroenergjitike shqiptare. Kontrata lidhet me asistencën teknike për zbatimin e projektit dhe jo me ndërtimin e vetë centrali diellor, procedura e të cilit nuk është hapur ende. Sipas njoftimit të publikuar në portalin elektronik të prokurimeve të Bergshit, konsulenti do mbështes Keshin në ngritjen dhe funksionimin e njësisë së zbatimit të projektit, zhvillimin e procedurave të prokurimit, mbikëqyrjen e kontratave për mbushjen e detyrimeve ndaj financuesve, si dhe monitorimin e standardeve mjedisore dhe sociale gjatë zbatimit të investimit. Ndërkohë, tenderi kryesor për projektimin, ndërtimin dhe vënien në punë të parkut fotovoltaik me kapacitet 50 MW pik në Belsh mbetet ende në pritje. Projekti parkut fotovoltaik të Bergshit ka një vlerë totale prej rreth 41.7 milion euro. Financimi mbështetet nga një kredi sovrane prej 30 milion euro e Bergshit, një grant prej 9.25 milion euro nga Korniza e investimeve për Ballkanin Perëndimor, ndërsa pjesa tjetër financohet nga Kesh. Impjanti synon të rrisë kapacitetet gjeneruese të Keshit, duke diversifikuar prodhimin vendas të energjisë, i cili mbështetet kryesisht tek hidrocentralet. Sipas dokumenteve të projektit, energjia e prodhuar do përdoret për mbështetjen e detyrimit të shërbimit publik, ndërsa prodhimi i parkut pritet të përfaqësojë rreth 1% të prodhimit vjetor kombëtar të energjisë elektrike. Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Instat, punësimi me kontrata të përkohshme është rritur veçanërisht tek të rinjt, ku përqindja ka arritur në 14.2%. Statistikat tregojnë gjithashtu se personat me arsimin bazë janë më të ekspozuar ndaj kontratave afatshkurtra. Tregu i punës në Shqipëri po shfaq një prirje gjithnjë më të dukshme drejt punësimit me kontrata të përkohshme, veçanërisht për të rinj që sapo hyjnë në tregun e punës. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, pesha e të punësuarve me kontratë të përkohshme është rritur në disa kategori gjatë vitit 2025, duke treguar se punësimi qëndrueshëm mbetet një sfidë për shumë të rinj. Grup mosha 15 deri në 24 vjeç regjistroi nivelin më të lartë të kontratave të përkohshme. Përqindja e të rinjve të punësuar me këtë lloj kontrate u rrit nga 10.9% në vitin 2024 në 14.2% në vitin 2025, një rritje prej 3.3 pikë përqindjeje. Rritja është edhe më e fortë tek meshkujt, sipas statistikave 17.1% e meshkujve të grup moshës 15 deri në 24 vjeç punojnë me kontrata të përkohshme, nga 11.9% një vit më parë. Te femrat e së njëjtës grup moshë treguesi u rrit lehtë nga 9.8% në 10.3%. Edhe grup moshat 20 deri në 24 vjeç dhe 25 deri në 29 vjeç vijojnë të kenë një peshë të konsiderueshme të kontratave të përkohshme, çka tregon se kalimi nga arsimi në punësim të qëndrueshëm vazhdon të jetë një proces i vështirë për shumë të rinj. Në nivel kombëtar, kontratat e përkohshme përfaqësojnë 4.7% të totalit të punësuarve në vitin 2025, një nivel i ngjashëm me një vit më parë, por dinamika ndryshon ndjeshëm sipas moshës dhe nivelit arsimor. Një tjetër tregues i rëndësishëm është ndikimi i arsimit në sigurinë e punësimit. Personat me arsim 8 apo 9 vjeçar rezultojnë të jenë më të ekspozuar ndaj kontratave të përkohshme. Në këtë kategori, pesha e tyre u rrit nga 6.7% në 8.5%, ndërsa për të rinjt 15 deri në 24 vjeç me këtë nivel arsimor arriti në 21.4%, niveli më i lartë në të gjithë statistikat. Në të kundërt, personat me arsim të lartë vazhdojnë të kenë kontrata më të sigurta. Vetëm 2.9% e të punësuarve me diplomë universitare punojnë me kontrata të përkohshme, duke shënuar një rënje nga 3.2% në vitin 2024. Shifrat sugjerojnë se arsimi i lartë mbetet një faktor mbrojtës për një punësim më të qëndrueshëm, ndërsa të rinj dhe personat me nivel më të ulët arsimor vazhdojnë të jenë grupet më të ekspozuara ndaj pasigurisë në tregun e punës. Pasigurit mbi pronësinë e tokës po pengojnë zhvillimin e agroturizmit në vendin tonë. Këshilli i investimeve evidenton se bashkitë japin në disa raste toka me qira të paregjistruara ose dokumentacion të pasakt, duke u vështirësuar bizneseve marrjen e financimit dhe zhvillimin e aktivitetit të tyre.
Pasigurit mbi pronësinë e tokës po kthehen në një nga pengesat kryesore për zhvillimin e agroturizmit në vend. Një raport i Këshillit të Investimeve evidenton se një pjesë e operatorëve të këtij sektori përballen me vështirësi në marrjen e financimit, pasi tokat që u jepen me qira nga bashkitë rezultojnë të paregjistruara ose me dokumentacion të pasakt. Sipas shqetësimeve të ngritura nga përfaqësuesi e Shoqatës së Agroturizmit, paqartësitë mbi statusin juridik të tokës pengojnë përdorimin e saj si garanci bankare dhe përrjedhoj, kufizojnë zgjerimin e bizneseve dhe investimet e reja në zonat rurale. Raporti konstaton se nuk ka të dhëna të publikuara dhe të përmbledhura mbi numrin e pronave shtetërore dhe bashkiake të regjistruara ose ende të paregjistruara në kadastër. Bizneset që operojnë në agroturizëm dhe në zona rurale vlerësojnë se bashkitë kanë qenë pasive në konsolidimin e inventarit të pronave dhe në nisjen e procedurave për regjistrimin e tyre. Ndërshkaqet përmende mungesa e topografëve të licencuar, buxhetet e kufizuara dhe kostot e aplikimeve pranë kadastrës. Problemi lidhet edhe me koordinimin institucional. Në total, 44% e kompanive të anketuara deklarojnë se kanë hasur vonesa dhe problematika për shkak të bashkëpunimit të dobët mes kadastrës, bashkive dhe institucioneve të tjera shtetërore. Këshilli i Investimeve rekomandon ngritjen e grupeve të posaçme të punës, alokimin e fondeve për regjistrimin e pronave shtetërore dhe raportim periodik nga bashkitë. Procesi duhet të përparojë me prioritet në zonat ku pasiguria e pronës po pengon financimin dhe zhvillimin e agroturizmit. Përgjatë gjysmës së parë të këtij viti, sitet kulturore në vendin tonë janë vizituar nga 617.907 persona, ndërkohë që sitet më të vizituara gjatë kësaj periudhe janë Parku Kombëtar i Butrintit, Kalaja e Gjirokastrës e tjerë. Shqipëria vijon të mbetet një destinacion rrite për turizmin kulturor. Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026, sitet kulturore në vend janë vizituar nga 617.907 persona, një shifër që përfaqëson rritje me 89% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Sipas të dhënave të publikuara nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Goxha, 276.080 vizitorë kanë zgjedhur të vizitojnë parqet arkeologjike, 192.567 muze dhe 149.260 kala e monumente kulturore, duke konfirmuar interesin në rritje për trashëgimin kulturore shqiptare. Nga ana tjetër, 5 sitet më të vizituara gjatë kësaj periudhe janë Parku Kombëtar i Butrintit me 140.084 vizitorë, Kalaja e Gjirokastrës me 110.156 vizitorë, Parku Arkeologjik i Shkodrës me 84.472 vizitorë, Muzeu Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu në Krujë me 66.116 vizitorë dhe Parku Arkeologjik i Apollonis me 65.832 vizitorë. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Ministri Goxha shprehet se interesi për trashëgiminë kulturore shqiptare vazhdon të mbetet i lartë. Megjithatë, sipas tij, të dhënat më të fundit sinjalizojnë një ngadalësim të ritmit të rritjes gjatë muajit qershor, që lidhet drejt për drejt me periudhën e protestave në vend. Të dhënat tregojnë se gjatë periudhës janar-maj 2026, numri i vizitorëve u rrit me 9.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, ndërsa vetëm për muajin qershor rritja rezulton 4.8% në raport me qershorin e vitit të kaluar. Këto shifra reflektojnë një ngadalësim të trendit pozitiv. Ministri Goxha thekson se ritmi i rritjes ka rënë me 52% krahasuar me tendencën e muajve të parë të vitit. Mëtej, ministri nënvizon se në industrinë e turizmit, besimi, stabiliteti dhe perceptimi i sigurisë konsiderohen element kyç që ndikojnë drejt për drejt në vendimarrjen e turistëve. Sipas tij, ruajtja e brendit turistik të vendit dhe mbështetja e industrisë së turizmit duhet të jenë një përgjegjësi e përbashkët përtej interesave apo agjendave politike të momentit. Nga ana tjetër, turizmi me kamping në vendin tonë ka nisur pozitivisht edhe në vitin 2026 me rritje të vizitorëve në strukturat e akomodimit krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kostot më të ulta në rajon me një mesatare prej 14.18 eurosh për natë po e bën vendin gjithmonë më tërheqës. Shqipëria po konsolidon gjithnjë më shumë pozicionin e saj si një nga destinacionet më të favorshme për turizmin me kamping. Fal kostove të ulta, natyrës së larmishme dhe interesit në rritje nga turistët vendas dhe të huaj. Nga Bregdeti i Jonit dhe Adriatiku deri te zonat malore, kampingjet po shndrohen në një alternativë gjithnjë më të preferuar për pushuesit
që kërkojnë një eksperiencë më pranë natyrës dhe me kosto më të përballueshme. Vitet e fundit, krahas rritjes së numrit të turistëve që vizitojnë Shqipërinë, është shtuar edhe numri i personave që zgjedhin kampingjet dhe format e ngjashme të akomodimit. Edhe viti 2025 u mbyll me rezultate pozitive për këtë sektor, ku numri i vizitorëve në kampingje shënoi rritje të ndjeshme, veçanërisht gjatë sezonit veror. Por si ka nisur viti 2026? Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, deri në muajin maj, strukturat akomoduese të kategorisë kampingjet, rulot, tenda dhe akomodime të ngjashme ka regjistruar një ecuri më të mirë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja është bërë më e dukshme gjatë muajit maj, duke sinjalizuar një sezon vere me pritshmëri pozitive. Statistikat tregojnë se gjatë muajit maj numri i vizitorëve rezident arriti në rreth 267 persona nga 123 që ishte në të njëjtën muaj të vitit 2025. Duke shënuar më shumë se dyfishin. Ndërkohë vizitorët jo rezident u rritën lehtë, duke arritur në afro 4.900 persona, krahasuar me rreth 4.800 që ishin një vit më parë. Edhe pse rritja e turistëve të huaj është më e moderuar, numri mbetet i lartë dhe krijon pritshmëri që fluksi të shtohet ndjeshëm gjatë muajve të verës, kur kampingjet arrin zakonisht kapacitetet më të larta të shfrytëzimit. Avantazhi më i madh i Shqipërisë mbetet çmimi konkurrues. Sipas të dhënave të publikuara nga revista ndërkombëtare Camping Info, Shqipëria renditet si destinacioni me tarifën më të ulët për kamping në rajon. Mesatarisht një natë qëndrimi në kampingun shqiptar kushton rreth 14.18 euro, çmim dukshëm më i ulët se në vendet fshinje. Në Serbi një natë kampingu kushton mesatarisht 20.69 euro, në Bosnjë Hercegovinë rreth 18.60 euro, ndërsa në Maqedoninë e Veriut rreth 17.90 euro. Ky diferencim i çmimeve bën Shqipërinë një nga zgjedhjet gjithnjë më tërheqëse për turistët që kërkojnë pushime ekonomike pa hequr dorë nga bukuritë natyrore. Ministria e Shëndetësisë synon që të zgjerojë kujdesin për moshën e tretë në vendin tonë, krahas heqjes së kufirit të moshës për check-upin është prezantuar edhe një linjë këshillimi për të moshuarit. Qytetarët mbi moshën 70 vjeç pritet të përfshihen për herë të parë në programin kombëtar të check-up falas. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka propozuar heqjen e kufizimit të sipërm të moshës, ndërsa paralelisht ka propozuar edhe një sërnismash të reja në mbështetje të moshuarve. Kemi propozuar është heqja kufirit të check-upit, domethënë 35 e plus. Në qoftë se deri tani ishe 35 deri në 70 vjeç dhe kur ishe 71 nuk mund ta bëje dot check-upin falas, ka filluar domethënë nga shtatorin. Edhe një i moshuar që është 72 ditë, mund shkoj të bëj check-upin 70, 80, 90 sa ta keni jetën. Ministria njoftoi gjithashtu se Shqipëria do të ketë për herë të parë një shërbim të specializuar të geriatrisë. Ky shërbim do të nisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe më pas do të shtrihet edhe në rajonet të tjera të vendit, me synimin për mirësimin e kujdesit shëndetësor për të moshuarit. Gjatë takimit, Sala u ndal edhe tek masat për forcimin e administrimit të spitaleve, duke theksuar se kanë nisur kontrollet administrative për respektimin e orarit të punës dhe personelit shëndetësor në të gjithë vendin. Kemi ngritur linjën kombëtare të këshillimit për të moshuarit. Është një iniciativë shumë e mirë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, pasi nëpërmjet kësaj linje ofrohet këshillim se si mund të aksesohen shërbime të ndryshme shëndetësore apo dhe sociale, në të njëjtën kohë ofrohet ndihmë në qoftë se është nevojshme sigurisht për të aksesuar edhe shërbime të tjera elektronike si në e-Albania. Po ashtu ministria prezantoi edhe linjën e parë të këshillimit për të moshuarit, një shërbim i ri që do t'u ofrojë të moshuarve dhe familjarëve të tyre informacion, orientim dhe mbështetje për përfitimin e shërbimeve shëndetësore, sociale dhe shërbimeve të tjera publike. Linja e këshillimit për të moshuarit do të jetë falas dhe aksesueshme në numrin 0800 40 42, ndërsa sipas Ministrisë së Shëndetësisë, këto iniciativa synojnë të zgjerojnë aksesin në shërbime dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës për të moshuarit në të gjithë vendin. Ka reaktivizuar uljen e akcizës për karburantet për shkak të rritjes së çmimeve javën e fundit. Ministri i Ekonomisë në vend njoftoi se u miratuai një dekret që ul çmimin e naftës për konsumatorët fundor me 17 cent për litër. Italia ka reaktivizuar uljen e përkohshme të akcizës për naftën mes protestave të përhapura në shumë qytete kundër kostove në rritje të energjisë dhe shqetësimeve mbi ndikimin fiskal të vendimeve të tilla.
Rritja e çmimeve të energjisë dhe të produkteve të konsumit për shkak të luftës në lindjen e mesme ka qenë një dhimbje koke për kryeministren Giorgia Meloni, e cila është përpjekur prej muajsh të mbrojë fuqinë blerëse të familjeve dhe firmat që konsumojnë shumë energji. Në anën tjetër, kryeministria po përpiqet të mbajë nën kontroll financat e shtetit. Ministri i Ekonomisë Giancarlo Giorgetti deklaroi përpara gazetarëve se Roma kishte miratuar një dekret që do të ulte çmimin e naftës për konsumatorët me 17 cent për litër deri më 6 gusht. Masa do t'i kushtoj shtetit 125 milion euro, duke përfshirë lehtësimet veçanta tatimore për shoferët e kamionëve dhe bizneset bujqësore. Giorgetti tha se qeveria mund të ndërmarrë hapat mëtejshëm në një mbledhje të kabinetit planifikuar për në 4 gusht, duke shtuar se nëse është e nevojshme, koalicioni qeverisës do të veprojë për të ulur faturat e energjisë elektrike dhe gazit. Ministri shtoi se Italia dhe Gjermania ishin vendet evropiane më të goditura nga rritja e kostove të energjisë, që fatkeqësisht varen shumë nga lëndët djegëse fosile. Meloni reagoi në rrjetin social X se qeveria kishte vepruar shpejt dhe me përgjegjësi, duke marrë parasysh burimet e pakta që ka në dispozicion. Italia prezantoi një ulje të përkohshme të akcizave për naftën dhe benzinën në mars, pas tronditjes energjetike të shkaktuar nga sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit në fund të shkurtit. Masa u shtyt disa herë dhe u zvoglua gradualisht derisa skadoi më trekorik, duke kushtuar taksa paguesve pothuajse 2 miliardë euro. Si Komisioni Evropian ashtu edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kritikuan uljen e akcizës, duke thënë se Italia duhet kishte zbatuar masa më të përqendruara për të mbrojtur familjet, duke kufizuar edhe ndikimin në buxhet. Italia synon një deficit buxhetor prej 2.9% të prodhimit të brendshëm bruto këtë vit, brenda kufirit prej 3% të Bashkimit Evropian. Borxhi publik i Italisë, i cili pritet të arrijë kulmin prej 138.6% në raport me prodhimin e brendshëm bruto këtë vit, pritet kalojë atë të Greqisë si më i madhi i eurozonës. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare dhe të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.